Përshëndetje të dashur shqetësues dhe mirë se po takohemi në episodin e radhës të podcastit për të drejtat pronësore këtu në Telegrafi. Sot do të flasim për një temë etike siç është formalizimi i pronës. Për të diskutuar për këtë të ftuar kam Arianit Buçaj, ushtrues detyre i udhëheqësit të divizionit për komunikim me publikun në Agjencinë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës. Zotri Buçaj, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë që po më ofroni përmes këtij podcastit të paraqes punën, mandatin e Agjencisë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës me theks të veçantë, njohjen dhe formalizimin e së drejtës pronësore. Faleminderit shumë. Po e nisim konkretisht, mundesh më na tregu në pika të shkurta çfarë është Agjencia Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës edhe cilat janë përgjegjësitë e saj. Po, faleminderit. Atëherë, Agjencia Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës është një institucion i pavarur, i publik, i themeluar sipas nenit 142 të Kushtetutës së Republikës Kosovës. Ky institucion funksionon dhe vepron bazë të ligjit numër 05L010, i ndryshuar dhe plotësuar së fundi me ligjin numër 08L052. Në bazë të këtij ligji, Agjencia Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës pranon, krahason dhe zgjidh mospërputhjet dhe dallimet në dokumenteve kadastrale origjinale të marra në Kosovë nga autoritetet serbe para qershore të vitit 1999 dhe dokumenteve kadastrale aktuale në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit, një komponent tjetër e rëndësishme e mandatit të Agjencisë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës, me çka dua të zgjerohem sot pak më shumë, është edhe njohja dhe formalizimi i së drejtës pronësore të bartura në mënyrë jo formale para 24 marsit të vitit 1999. Domethënë, kjo bartje është pamundsuar për shkak të ligjeve diskriminuese që kanë qenë atë kohë, apo për të cilat dokumentet që kërkohen për regjistrim nuk ekzistojnë. Këto raste, domethënë, përveç mandatit themelor, Agjencia Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës ka trashëguar edhe një pjesë të përgjegjësive nga ish drejtoria për çështje pronësore banesore dhe ish Agjencia Kosovare e pronës. Kryesisht, domethënë, këto përgjegjësi kanë të bëjnë me zbatimin e vendimeve që janë marrë gjatë asaj periudhe, gjatë mandateve. Në atë kohë janë trajtuar diku në afër 80.000 kërkesa për çështje pronësore. Dhe kësaj agjencia vazhdon të luajë një rol kyç në trajtimin e çështjeve pronësore që janë të rëndësishme për të drejtën dhe sigurinë ligjore të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Atëherë përmendëm domethënë që fokusi është formalizimi i pronës, çfarë do të thotë njohja ligjore dhe formalizimi i pronës? Atëherë, në kuptim të përgjithshëm, njohja ligjore është akti me të cilin shteti e njeh dhe e pranon një drejtë ligjore, një drejtë juridike ligjore për një pronë. Kurse formalizimi është kur ajo e drejtë regjistrohet në regjistrat që janë parapamë me lehtë, domethënë në regjistrat përkatës të shtetit. Ky i jep qytetarit një drejtë mbi të plotë mbi pronën e tij. Në thelb, ky proces e bën të drejtën e pronësisë të qartë, të mbrojtur nga ligje, kurse transaksione jo formale nuk kuptojnë të gjitha ato transaksione në lidhje me bartjen e një pronësie të drejtë mbi një pronë të paluajtshme. Kur këto forma parapar me ligjet në fuqinë e dim se para luftës, domethënë kjo ka qenë ndaluar sipas ligjeve diskriminuese, apo edhe nuk kanë ekzistuar dokumente, forma që qytetarët i kanë bërë këto transaksione ka qenë në mënyra pak me marrëveshje të ndryshme, me dëshmitar, domethënë me marrëveshje verbale e kësaj. Zotri Buçaj, kush mundet me përfitu nga kjo mundësi ligjore? Atëherë nga kjo mundësi ligjore mund me përfituar gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që kanë bërë një transakcion të tillë, domethënë duke filluar prej blerësit, shitësit, familjarët e të dy palëve, domethënë edhe blerësit edhe trashëgimtarët sipas ligjit, mund ta bëjë edhe mirë po gjithmonë këto kërkesa duhet të kenë parasysh faktin siç e thega edhe në fillim, që duhet të jenë transaksione të kryera para datës 24 mars 1999 dhe të jenë të barta domethënë në mënyrë jo formale. Mirë po. Pas kësaj date a vlen? Pas kësaj date vlen vetëm nëse domethënë ka pasur një zinxhir të shitblerës, mirë po fillimisht shitblerja e parë është bërë para datës 24 mars. Pastaj nëse arrin ta dëshmosh që ka pasur një zinxhir të shitblerjeve në forma të tilla, domethënë mundet me parashtru kërkesën çdo qytetar që i përmbush këto kritere, nëse më i quajt ashtu. Si funksionon procesi i aplikimit edhe cilat janë hapat që duhen ndjekur qytetarët, ndoshta në pika më të thjeshta? Atëherë, po, është proces shumë i thjeshtë. Krejt çka duhet bëj qytetari i Republikës Kosovës është me ardhmë me vizitu zyret tona të Agjencisë Kosovare për krahasim verifikim të pronës, ose me vizitu faqen e agjencisë,
edhe aty e kemi edhe në mënyrë, domethënë në platformën online me e bë kërkesën. Domethënë mund të vinë zyret tona të parashtrej kërkesë, edhe domethënë është proces shumë i thjeshtë, edhe duhet ta potencoj, është proces i cili ka një kost të zero, domethënë është proces falas i gjithë procesit, domethënë gjë nga parashtrimi i kërkesës deri te vendimarrja është falas. Sa zgjat procesi nga parashtrimi i kërkesës deri te vendimarrja dhe cilat janë dokumentat që duhen i pas qytetarët? Tash procesi varet domethënë se tash janë disa forma që duhet agjencia të paraprakishti pas parashtrimit të kërkesës të procedoj këto raste. Domethënë është njoftimi i palëve. Aty janë afatet parapara me rregullore me akte nënligjore dhe duhet i respektojmë gjithmonë ato afate, kurse pjesa tjetër pastaj varësisht varet nga njoftimi që do t'i bëjmë qoftë shitësit apo blerësit, palëve me interes ligjor dhe në fund dë vërtetimit, domethënë ose verifikimit të dokumenteve që mund t'i parashtrej pala në këtë rast, domethënë kjo nuk pak a shumë janë përcaktuar edhe afatet që duhet bën hapat para se të vite te vendimarrja. Por nuk ka diçka konkrete, domethënë një datë, me thonë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 1 vjet. Domethënë është më shpejt, këta duhet ta cekin më shpejt se sa nëpër institucione tjera që kryhet ky proces që në paraparë, domethënë në vendin tonë. E përmendet që bëhet njoftimi i palëve, a mundesh më na tregu konkretisht si e bën agjencia për verifikim të pronës, këtë njoftim? Njoftimi shkon drejt për së drejti, domethënë shkojmë fillimisht pronën, domethënë bëjmë njoftimin e shitësit apo blerës varësisht kur kisha parashtruar kërkesë, e bëjmë drejt për drejti në pronë. Nëse për çfarëdo rasti nuk arrim me e bë këta, për shkak se nuk mund ta lokalizojmë apo nuk mund ta gjejmë shitësin apo blerësin apo trashëgimtarët, familjarët e tyre, atëherë shkojmë me anë të publikimeve, me anë të njoftimeve përmes publikimeve. Këto publikime domethënë i bëjmë në platformën e webfaqes tonë, në zyret tona, po gjithashtu edhe në webfaqen e gazetës zyrtare. Aty mund gjejnë domethënë të gjitha njoftimet qoftë për gjitha kërkesat që janë parashtruar, domethënë kështu bëhet njoftimi i palëve për që është parashtruar një kërkesë në institucion. Çka ndodh në rast se pala nuk arrin me marrë njoftimin me kohë? Ne i bëjmë ato tentativat tona, çdo mundësi që ofrohet, domethënë qoftë duke na do të shfrytëzojmë, ligji parashet që do të shfrytëzojmë edhe bazën e dhënave të ish mandateve që i kemi trashëgmuar, domethënë nga ish drejtoria për çështje pronësore dhe banesore dhe Agjencia Kosovare e Pronës, domethënë bazën e të dhënave për gjitha informacionet që mund t'i gjejmë aty. Nëse jo, atëherë përmes siç e parashet edhe ligji, përmes publikimeve siç e ceka në gazetën zyrtare, në faqe, është domethënë para pa më ashtu me ligj dhe vetëm kështu bëhet njoftimi i palëve drejt për së drejtin në pronë, qoftë shitësin apo blerësin. Çfarë ndodh në rastet kur personi që ka shitur pronën nuk jeton më ose nuk dihet vendodhja e tij? Domethënë siç e ceka edhe paraprakisht, mundohemi që në gjitha mënyrat ta gjejmë përmes njoftimeve sfundi. Dhe kjo është e gjitha ajo që bëhet domethënë tentativ, qoftë përmes, si thash, i shfrytëzojmë bazën e të dhënave apo edhe përmes publikimeve. Kështu e parashë ligji, domethënë kjo është një proces ligjor që parashihet me e njoftu. Edhe në rastet nëse nuk gjendet, atëherë janë parapam që pas një kohe, domethënë landa vazhdon procesohet tutje deri në vendimmarrje. Nëse një palë tjetër e konteston kërkesën, ka kundërshtime domethënë për pronën, si trajtohen ato prej agjencisë tuaj? Atëherë nëse ka kundërshtime, atëherë mandati e thotë që duhet gjithë ato palë të cilët nuk kanë konteste. Kur po them nuk kanë kontest, nuk kupton që atë kontest ai duhet pala që e kundërshton duhet ta dëshmoj, se jo vetëm me fjalë. Kështu që rastet cilat ku ka kundërshtime, ku ka konteste, të cilat janë të bazuara, agjencia i refuzon dhe i orienton për institucionet përkatëse që mirën me zgjidhjen e këtyre çështjeve. Cilat janë përfitimet konkrete nga formalizimi i Përfitimet e formalizimit janë të shumta. Mas pari domethënë siguri juridike kemi për atë pronë, që është shumë e rëndësishme. Pastaj kemi mbrojtja nga ndonjë kërkesë e paligjshme. Domethënë vjen më pak deri nëse vjen te një riuzurpim i pronës. Domethënë pastaj trashëgimia zgjidhet më lehtë. Mundesh me shit, mundesh me ble, bëhesh një farë, domethënë pronar i lehtëshëm që mbrohesh me ligj, edhe mundesh me përdorë edhe për zhvillime ekonomike, që për shembull sot këto fonde që i marrin për ndihmë për toka bujqësore, do ta kesh emrin spaku, do ta kesh pronën e regjistruar në emrin tënd, në mënyrë që ti marrësh ti fitosh nga ato fonde, subvencionet e këto me radhë. Pse është i nevojshëm procesi i formalizimit dhe njohjes ligjore është se për shembull shumë prona na i kemi trashëguar prej baballarëve tan, babgjyshve tan,
e cilat figurojnë, po të cilat ato prona ata i kanë shitur kohën parë, do me thonë para luftës, para vitit 1999. Edhe tash tatimet në prona bujqësore kanë fillu, do me thonë, me arqe 1-2 vite, nëse nuk gaboj. Edhe tash gjitha i tatim, do me thonë, vjen në emrin e trashëgimtarëve potencial, por gjithat prona ato nuk i kanë. Ato janë shitur kohën parë, kështu që edhe kjo është një nevojë pse qytetarët duhet me parashtru kërkesën në mënyrë që të bëhet, do me thonë, bartja në tek pronari i ligjshëm, pronari faktik që e ka atë pronë. Dhe kjo është si informat besoj me rëndësimit i qytetarët. Shto fakt në kësaj dhe ata do me thonë që e kanë bledh, ata duhet ta kenë pronën në mënyrë që ta shfrytëzojnë për çështjet e tyre që qoftë të trashëgimisë, për ta zhvillu pronën e tyre, për me bë investime ekonomike, kështu që për kjo është njëna prej arsyeve ndoshta pse është i nevojshëm edhe pse është i rëndësishëm apo përfitimet që mund t'i kemi. Sa ka interesim qytetarëve? Ka shifra, sa kërkesa janë bë? Ka interesim, ne kemi filluar tash, do të thonë, ka prej fillimit janarit, ka interesim edhe sipas disa statistikave, do të thonë që nuk janë sa të sakta, po janë diku afër 20% ka informalitet pronësor në gjithë Republikën e Kosovës që i bën goxha shumë. Sa sakt nuk mund ta them se nuk e di as vetë sa sakt, po dikon nëse parashit dikon 2-3 milion ose 4 milion parcela, atëherë i vjen që 20% është goxha shumë. E përmendëm më herët që qytetarët mund të vinë në zyrat e agjencisë për verifikimin e pronës që të parashtrojnë kërkesat, po a ka zyra tjera jashtë Prishtinës agjencia? Po. Edhe ku gjenden në cilat komuna? Po, atëherë Agjencia Kosovare për krahasim verifikim pronës i ka dhe 5 zyre regionale. E kemi zyre regionale në Prishtinë, zyre regionale në Mitrovic, zyre regionale në Gjilan, zyre regionale në Pede, zyre regionale në Prizren. Do me thonë në gjitha këto regionet i kemi zyre tona ku qytetarët mundin me parashtru kërkesë, por njëkohësisht, siç e thash edhe në fillim, mundin edhe përmes platformës webfaqes së agjencisë, ku aty e kanë linkun ku mund të klikojnë dhe të parashtrojnë kërkesën online pa pasur nevojë të vizitojnë zyret tona. Do me thonë, cilët do fonë që ata e shohin më mirë dhe më të lehtë për ta, ata mundën me ardhe me parashtru kërkesë. Do me thonë, gjithë qytetarët që kanë bler apo shitur një pronë dhe nuk e kanë bërë sipas procedurave që janë parapa, qoftë me anë kontratave të verifikuar, po i kanë bërë kontrata do me thonë të pa verifikuara, ose me marrëveshje verbale, ose me anë të dëshmitarve, do me thonë çdo person që ka bërë këto mund vi edhe i ftoj që të vi të parashtrojnë kërkesën e tyre në mënyrë që të bëhen pronar të lehtëshëm të asaj prone që ata e kanë. A ekziston ndonjë kusht që kur vinë qytetarët me bë kërkesën me pas ndonjë dëshmitar apo mund të vinë individualisht me dokumentet që kanë? Po, ata çfarë do dëshmie, çfarë do dokumente, çfarë do dëshmie që kanë, qoftë deklarata dëshmitarsh apo kontratat pa verifikuara apo marrëveshje verbale, po të cilat duhet të qesin, domethënë në letër, mund të sjellë. Domethënë nuk është e caktuar ta kesh këtë ose atë, po çfarë do dokumente që mund të provoj që e kanë posedim, që e ka shit apo blerat pronë, varësisht domethënë kush parashtron kërkesë. Zoti Buçaj, për fund, cili do të ishte mesazhet për gjithë qytetarët që ndoshta ende nuk e kanë të qartë këtë proces dhe hezitojnë me marr hapa konkret? Po, atëherë kështu, meqense është institucion i pavarur publik edhe ka një përvojë të gjatë në trajtimin e çështjeve pronësore, unë i ftoj gjithë qytetarët të parashtrojnë kërkesat e tyre, të vinë, të vizitojnë zyret, mund të njoftojnë edhe më shumë, edhe i parashtrojnë kërkesat e tyre. Unë pak a shumë edhe në baza personale e di që ka shumë informalitet pronësor, domethënë në për gjithë Kosovën, dhe besoj që është koha dhe mënyra më e mirë për me e realizu qa drejt, me e formalizu, me ju një ligjërisht prona, e cila pastaj do të regjistrohet në për regjistrat përkatës pranë institucioneve që parashien me ligj me kanë regjistruar me prona. Kështu që është një mundësi shumë e mirë, e cila është falas edhe është procesi, po besoj më i shpejtë se sa në institucionet tjera besoj, edhe tu e pas parasysh që kemi një përvojë 25 vite tashmë janë bërë që agjencia pak a shumë ka punë i ka trajtu këtë çështje pronësore, kështu që pse mos me shfrytëzu këtë drejt. Është drejt falas mbi të gjitha. Patjetër. Zotri Buçaj, falenderoj shumë për kohën dhe për ndarjen e informacioneve shumë të rëndësishme rreth formalizimit të pronës. Faleminderit edhe juve për këtë mundësi. Shumë faleminderit. Shikues të dashur, ishte ky epizodi i radhës, ne jemi në epizoda të tjerë.